Po lindin gjithnjë e më pak fëmijë, popullsia po plakët. Të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë e tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar në rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat e Worldometer vlerësojnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetar dhe sipas vlerësimeve, deri në vitin 2050, nëse ky trend vazhdon, 1.5 milion banor do të mbeten në vend. Analiza llogarit gjithashtu se vetëm për një vit, vendi humb rreth 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, që është 2 herë më e vjetër se në vitin 1950, kur mosha mesatare e popullsisë ishte vetëm 20 vjeç. I njëjti raport ngre edhe problemin e lindshmërisë së ulët, pra 1.47 fëmijë për një grua, që është shumë në nivelin e kërkuar për ripërtrirjen natyrore të popullsisë. Një faktor kyç në krizën demografike mbetet emigrimi. Të dhënat tregojnë migrim negativ, gjithnjë më shumë të rinj dhe të aftë për punë po largohen nga vendi, gjë që sipas ekspertëve gjithashtu zvogëlon numrin e lindjeve dhe krijon mungesë të fuqisë punëtore. Situata është e ngjashme në Evropë, gjithnjë më pak fëmijë dhe migrim më intensiv. Shifrat e fundit të Eurostat tregojnë se në vitin e kaluar, Unioni Evropian ka 451 milion banor, që është 1 milion më shumë se në vitin e kaluar. Statistikat tregojnë se 66% e popullsisë jeton në 5 vende të Unionit, më të populluara janë Gjermania, Franca, Italia, Spanja dhe Polonia, ndërsa më pak njerëz jetojnë në Maltë, Luksemburg dhe Kipro. Mosha mesatare e europianëve është pothuajse 45 vjeç. Popullsia më e vjetër është në Itali, ndërsa Irlanda konsiderohet si vendi i të rinjeve. Përveç kësaj, Bashkimi Evropian po përballet gjithashtu me një shkallë të ulët të fertilitetit, me vetëm 1.34 fëmijë për grua, e cila sipas ekspertëve është për shkak të faktit se mosha mesatare për fëmijën e parë është pothuajse 30 vjeç. Migrimi mbetet nxitësi kryesor i rritjes së popullsisë. Vetëm në vitin 2024, pothuajse 6 milion njerëz emigruan në vendet e Bashkimit Evropian, shumica prej të cilëve nga vendet që nuk janë pjesë e popullsisë së madhe. Spanja dhe Gjermania priten më shumë emigrantë se sa shtetet e tjera në Bashkimin Evropian.